Komisioni Evropian ka ndarë fonde për Shqipërinë, Malinë dhe Maqedoninë e Veriut si pjesë e planit të rritjes së BE-s për në Ballkanin Perëndimor. Pagesat bëhen në disa etapa, bazuar në reformat që këto vende kanë zbatuar për të përshtatur me standardet e BE-s. Shqipëria do të marrë disbursimin e parë prej 99.3 milion eurosh, prej të cilave 46.2 milion euro do të paguhen direkt në buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër do të mbështesë projekte infrastrukturore përmes kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Do të marrë kësin e dytë prej 8.1 milion eurosh, përfshirë 3.8 milion euro që do të shkojnë direkt në buxhetin e shtetit dhe pjesa tjetër për projekte infrastrukturore. Pas miratimit nga bordi, këto fonde do të mbështesin projekte infrastrukturore në sektor si transporti qëndrueshëm, energjia e pastër, zhvillimi digital dhe i kapitalit njerëzor në bashkëpunim të ngushtë me partnerët e Ballkanit Perëndimor dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Që nga fillimi i planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, shuma totale të disbursuara arrin në 99.3 milion euro për Shqipërinë. Qëllimi i kësaj pakete ambicioze financiare të BE-s është që të ndihmohet rritja ekonomike në këtë rajon dhe në këtë mënyrë të përshpejtohet dhe procesi i integrimit të tij evropian.